që ka ndodhur prej kaq shumë ditësh. Me thënë të drejtën, edhe si qytetar, por edhe si njeri i media, si e njoh media, kjo ka qenë protest e kundër gjithëve. Ka qenë protest e kundër gjithëve, sepse ka qenë kundra media ka qenë kundër protestës, ka qenë opozita kundër protestës, kanë qenë në fillimet. Po, në fillimet, por edhe në ditët e mbrapa. Pse? Unë shoh, po të futesh dhe veti, mund të ndjekësh protesta, deputet shefti që janë sot ke protesta. Pra, parti po themi kot më qesh partia më madhe. Partia Demokratike është tërhequr nga protesta. Unë nuk shoh, se nuk mund të thush ti unë e vlerësoj protestën, por ti kur nuk shkon. Do thush ti aty thuhet Rama në burg, Berisha në burg. Tani thuj, o je me protestën, okay, qofse ti je do jesh prezent. Nuk mund të jesh ti dhe nuk sjell njerëzit. Pse nuk do që të shkojnë njerëzit? Që duket sa më pak. Edhe thonë njerëzit ja uzbej, ja. Pse u larguan këto? Se në fillimet ishin do. Edhe nga PD-ja kryesisht ishin një pjesë e tyre që ishin në protestë. Sot nuk shihen më. Po shiko, ka dhe qëllimet që thot ai ta kapin protestën, kur e shef që nuk e kap dot. Nuk e kap dot edhe ç'a bën hikin, sepse kuptuan që janë gjithë bashk. Po ti shoh bizneset janë bashk, çdo gjë janë bashk. Dhe kjo kur protestat del jashtë kornizës së tyre, nuk e kanë menaxhim ata, thot prit. Po hikën, kush janë të tjerët? Tashti, ajo nuk e zbente dot protestën. Dhe ç'a than? Hajde than ta kapin protestën. Kur e pan që se kapën, u tërhoqën. Dolën bllofket të dyja. Dolën bllofket të dyja dhe të dy dolën, por kjo protesti dha goditje. Pse i dhan sidomos brezi i ri që është i padoktrinuar, pa që nuk janë ato brez djallëzor, u ngritën dhe folën. I dhan atë mesazhin e vet. Këto bisedat janë pak ku futëm ne deri tani janë pak biseda pak më kështu analitike që bëjnë ata nëpër studio, nëpër media që ne i lakuam deri tani. Për fotografinë kemi folur. Bravo, kjo jo do doja dilja te kjo. Do doja dilja ke kjo në profesionin tonë, në syrin tonë kritik që i marr gjatë gjithë kohës me aparatin, me kamerën dhe me objektivin që kanë kokë që edhe transmeton edhe për tjerë, domethënë nuk është vetëm kjo fizike e prekshme, por është edhe se çka do të nxjerrë syri dhe mendja, zemra dhe shpirti që ndoshta e kuptojnë dhe se kuptojnë njerëzit kur ti drejt në këtë profesion tëndin e publikon dhe e shohin njerëzit në kaq shumë ditë që ke qenë protest nga një cep në tjetrin që her pas here ne edhe jemi ngatruar me njëri tjetrin duke ecë mbrapshme duke shoqëruar protestën. Më dua pak ato përjetime, ato emocionet, çka ke parë te kjo, çfarë energjie ke parë te kjo protestë? Më thënë drejt kam marr pjesë ke shumë protesta. Nuk kam marr asnjë lloj energjie, sepse në fund thosha edhe sikur opozita protestoi, ai nesër ka hallën e karrikës vet. Por kur shifsha njerëz që dikush i ka bërë një padrejtësi, ai dikush nuk kishte ujë ke shtëpi, një s'kishte dritë, një kishte hallë të tjera, një ka ik fëmijë, edhe kur shifsha emocionin dhe e përjetosha vet atë lloj proteste, kam parë një energji shumë të madhe. Bilës për të xhiruar ndonjëherë pamje nga lart, hipim ke makina. Edhe qellova me një gazetar që s'është isha kundër protestës, por s'është se kishte ndaj mall për protestën. Kur hipja te lart, kur shifte në protestat më hershme, më parshme, kur shifte turma njerëz në Shqipëri tha o zotë ç'a energji të jepkin këta, sepse është energjia e shqiptarëve që kur bëhen bashk japin një pozitivitet. Ti nuk shef më flamur partie, ti shef flamur dhe dashurie, shef flamurin shqiptar, shef thirrje për Shqipërinë, kujtohen herojnë tan, Skënderbeu, Ademi Eshari, gjithë ata që kanë dhënë jetën për këtë kom. Pra ti i fut një lloj refreshi gjithë lloj historisë edhe ti tamam përfshihesh në atë dashuri e kësaj. Dhe unë e kam përjetuar shumë, me thënë drejtën, e kam qenë gjithmonë emocion sa që dhe vet jam përfshi. Ja unë ke kamera ime, për shembull kam vënë flamur shqiptar, një flamur kosovar, një flamur amerikan, një flamur bashkimit evropian. Pra nuk isha vetëm ai që vetëm xhiron, por isha edhe operator, por edhe protestues. Në këtë protestë ke qenë më shumë në pjesën e profesionit si operator apo si protestues? Si e ke ndier veten më shumë? Shumë kanë thënë që je gazetar, nga që kam bërë disa video, edhe kam bërë kur kisha xhiruar me kamerën time, kisha bërë edhe një tekst që kisha shkruar. Kam xhiruar shumë turma, por kësa radhe kam xhiruar një kom. Pra mund të kenë qenë
turma të vogla, protesta të vogla për interesa të ndryshme se nuk i hyn analizës, ka qenë të pastër apo jo, por secili ka pas një lloj interesin vetvete. Por kjo tamam ka qenë një protestë një kom. Pra unë kur kam parë, domethënë jam emocionuar, kam tash të bëj një xhirim time lapse që nga fillimi i marshimit deri në fund, kur shifsha që nuk kishte fund, ai ishte një. Sa ka qenë më gjati? Ai ke mat me kronometër se kam bërë dhon këtë që po thua ti. Sa ka qenë se kam mat me thënë drejtën, po ka qenë për shembull po të fillon nga Banka e Shqipërisë, ti biesh rreth ke nën Kaçet deri ke Bashkia e Tiranës, domethënë ishin një varg. Por ke rasti sa minutash apo se mbamen? Po t'jeni 6 minuta, besoj. Dhe gjithmonë më vinte keq se unë e bësha videon për 1 minutë që ta shifshim për Instagram. Ikte aq me shpejtësi, po që dosha që ore nga fillimi ta lej aty, po a ka nerva njerëzit ti shohin deri në fund. Shumë nga ata që janë pronar mediash ose edhe vet politika deri ku 2-3 emra që politikës që vazhdojnë akoma bëjnë to fotot me dronë, videot me dronë nga larg ose në orare që s'janë mbledh akoma protestuesit. Ke informacion ti ku drejt që nga ne protestuesit ti e bërë manipulime për të shtuar njerëz te këto video tilla? Ja, unë se besoj. Me thonë drejtën, unë kam qenë vetë prezent në shumë protestë. Edhe më kam mësuar dhe disa miqtë e mi. Ore na çoni video reale se më duken imagjinare. Pse? Nuk janë mësuar me idenë që ky popull që mund ngrihet. Ka domethënë ka qenë një moment fantastik kur shifsha turma që s'ka fund. Gjithë njerëzit kur ishim kësheshë që bëjnë atë marshimin. Shifsha pak njerëz aty për momentin kur fillon të marshimi, ore nga mbin to njerëz, nga dolën to njerëz, pra ka qenë një revolt e madhe, sido që të organizosh, se këto thon mund të i ke organizuar disa politike. Më thuaj në kaq vite. Është mbledh Adriatik Lape, ke sheshi aty Qineti aty, sa mblodhi. Alin Qori ka bërë protesta vet, sa ka mbledh. Agron Shehe ka bërë protesta vet, sa ka mbledh. Partia Demokratike ka bërë protestat vet, sa ka mbledh. Partia Socialiste ka bërë protestat e veta, sa ka mbledh. I bëni dhe herë bashkë kur ishte kjo për gjuhën shqipe, që kam parë dhe PS për 2, sa ishin. Pra nuk e bën dot një organizim qofse nuk ka të frymën. Se ai shoku im që s'ka folën herë për politikë, ai që erdh, që kanë ardhur njerëz, kam dhe disa shok që kërnaci kursin dhe nafta, po nga Durrësi vinte për naft, po ti thash ti kur kishe për të më çuar në event thoj jo po nafta ma kujtosh. Imagjino tash ti vin nga proteste, jo po shikoj. Çfarë bëjnë shqiptarët të kaq të shumtë dhe konsistent në kaq shumë ditë bashk? Shiko, e ke parasysh ku thonë që fryja i tullumbasi, fryja dhe s'mban më. Domethënë, ajo rasti që ishte në Zvërnec, që shifshe policin, që u dorëzu policia, ai ishte rast më që shteti doli zhveshur, pavarësisht se mund të kesh 1000 hallë, 1000 gjëra, prap se thon pse s'u ngretën atëherë, por në atë rast ishte domethënë aq e hapur që shteti ka rënë 100%, sepse nuk e pam vetëm ne që i dim, që ne xhirojmë që ky banda është në burg dhe kur shkojmë xhirojmë në reklamë, shohim që po pin kafe apo po hani dark për çefin e vet. Edhe njerëz të thjeshtë e pan gjithë që shteti sa të rrit ka rënë. Edhe ç'a bën u ngritën dhe kjo ishte një indicie e madhe, mund duket shumë pak, jo po pse plasi aty, po aty ishte, domethënë unë mendoj që aty ishte fundi i çdo gjëje për po s'u ngreti tani. Prisi që të ndodhte ky shpërthim kaq i madh i shqiptarëve që të bëheshin bashkë nga ai rast aty. Kur lëmru protestë. Kur lëmrua protesta e parë, unë çdo protestë as kam marr pjesë, më thënë. Përveç se operator, po edhe aty prap kam qenë operator për këtë gjuhën shqipe që ishte edhe aty si operator më ka qellu, por nuk më ka interesu asnjë lloj proteste që është bërë. Aty kam pas vetëm se isha punë, nuk isha mundësi, aty kam pas dëshirë me shku. Por që ta dije unë që do ngreshin kaq njerëz, do kishin mbledh kaq, as më kisha imagjinuar